Të nderuar miq, do të flasim për raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ditët e fundit, më saktë në 2 ditët e fundit, Tirana është trazuar nga prezantimi i generalit që është kandidat për ambasador që do vinë në Shqipëri, Erik Uen, me deklaratat e tij, me paralajmërimet, piketa që ai ka vendosur, të cilat ishin 4 nëse do marrën vot besimin e Senatit për të ardhur në Tiranë për një mandat 3 vjeçar, por ne do ta përkthem ato mesazhe që ai dha, çfarë fshihet mes rreshtave, mesazhe diplomatike, raportet që ai do ketë jo vetëm me SPAK-un ku e vendosi theksin, që duket sikur është institucioni që na përfaqëson raportet me ndërkombëtarët, por edhe me qeverinë. Gjitha këto çështje kam kënaqësinë të diskutojmë me zotin Gritroj, doktor i shkencave politike, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog, profesor në New York. Grit, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit ju. Grit, do kemi të bëjmë me një soft apo hard power me ambasadorin e ri? Se shumë po presin që të shtyp kokën e gjarprit. Shikoni, fatkeqësisht në mjedisin publik shqiptar merremi shumë më tepër se sa duhet me përditshmërinë, me fjalët e përditshme, edhe ajo dëgjesa e Senatit, që ishte një dëgjesë publike, ka rëndësi të madhe, sigurisht sepse u dhanë mesazhet publike dhe ato 4 mesazhet që thatë ju ishin 4 prioritetet që ju përmendët ishin vërtet një platformë e ambasadorit për të ardhmen e tij, po do të kishin qenë platforma e cilit do ambasador që do të ishte caktuar. Pra, është generali Wendt apo ishte David Kostelançek përpara, nuk duhet parë thjesht ajo dëgjesë publike për të kuptuar se cili do të jetë roli i generalit Wendt si ambasador i Shtetet e Bashkuara. Në këtë proces, në procesin e kapërcimit të kësaj hallke që është konfirmimi në Senat, përveç dëgjesave publike që bëhen më tepër për të informuar publikun, ka takime të ambasadorit me stafin e senatorëve, me senatorët veçantë dhe sidomos me senatorët të cilët kanë certifikat sigurie, që janë Komitetin e Punëve të Jashtme apo Komitetin e Sigurisë Kombëtare. Aty flitet diçka më shumë, flitet diçka më haptas mbi mënyrat që do të përdori generali. Sigurisht që ato janë takime të mbyllura që nuk i bëhen të hapura medias. Ka pas një takim tjetër off record. Ka shumë takime të tjera, është pjesë e procesit kjo, do me thënë gjatë procesit të konfirmimit, kjo është njëra nga hallkat është që duhet kalohet në këto takime dypalqe me një numër të caktuar senatorësh që janë kyç, janë njerëz që merren me sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara dhe që janë njerëz që thash kanë certifikat sigurie, pra diskutimet aty mund bëhen më të hapura se sa diskutimet që mund bëhen në një seancë të hapur të Senatit, sepse siç dihet, qëllimet reale, çdo qeveri nuk i bën të ditura, nuk ja vë në pjatë të tjerëve, sepse ka një lloj mënyre se si funksionojnë këto gjëra. Shtetet serioze flasë, po lidhet për shtetin ton, çdo gjë merret vesh me një herë mbas mbledhjes. Po, atëherë le të kthehemi pak asaj që do të jetë agjenda dhe përmendja e SPAK-ut. Nuk ka pse të jetë çudi, askush nga ne që jemi profesionistë kësaj pune, nuk jemi çuditur kur kemi parë që ky është prioriteti. Kjo është mënyra në të cilin qeveria amerikane i qaset Parisit Tiranës dhe SPAK-u është praktikisht një organ i cili mbështetjen e vet me sot e ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga populli shqiptar, të paktën ata që nuk janë propaganduar ditë për ditë nga propaganda anti-amerikane e Paris, që mbush Tiranën dhe gjithë Shqipërinë sot. SPAK-u është një hallk kyçe, u krijua nën diktatin amerikan, 140-0, nuk duhen besuar këto intervistat nga burgu që japin që jepte njëri nga ish protagonistët. Realiteti ishte që Donald Duja, megjithse në paraditë hidhte vallen e skraparit me Ilir Metën në darkë dhe me gjithë të tjerët, në fakt, se mos të veçojmë vetëm Ilir Metën, në darkë
i imponoi që ata të votojnë dhe në mëngjes doli me mesazhin e famshëm që deri në orën 12 kanë kohë të votojnë se përndryshe do t'ju hapim dosjet. Dhe ata të gjithë vrapuan që votuan. Pra, nga ky pikë vështrim, kështu na sheh Amerika. Amerika na sheh si një vend që qeveriset nga një bandë e stërmadhe dhe një vend që nuk ka opozitë reale, sepse opozita është e kapur, është pjesë e bandës, me pjesë më të vogël të tortës, por që ka nevojë të spastrohet. Unë mendoj që ky është po vjen me një mision special për të pastruar vendin. Çdo ambasador që ka ardhur këtu që nga Donald Luja e këtej, atë mision ka pasur. Donald Luja bëri reformën në drejtësi, pra krijoi SPAK-un dhe organizmat e tjerë, dhe të mos harrojmë që generali Wend dhe Donald Luja kanë një të përbashkët që kanë qenë të angazhuar më parë në vende ku ka pasur trazira të brendshme dhe ku ka pasur kryengritje. Le të mos harrojmë që generali nuk është folur shumë në mediat e Tiranës sepse e kanë frikë këtë aspekt, nuk ka qenë vetëm general i berretave jeshile, siç thuhet rëndom në media, gjë që ka qenë, sigurisht që ka qenë, por nuk ka qenë vetëm aq. Ka qenë dhe drejtori i shkollës së kundër kryengritjes, pra ka trajnuar oficer të ushtrisë amerikane dhe të shërbimeve amerikane në metodat e krijimit të trazirave, të kryengritjeve e të tjera. Kështu që ekspertiza e generalit Wend është shumë më e gjerë dhe shumë më e madhe se sa është bërë e ditur publikut shqiptar. Grit, ajo që s'kuptoj është që me gjithë këtë background të generalit, përse kaq të rëndësishëm jemi ne, nuk mundet që të pastrim ta bënte edhe një personazh tjetër, apo generali është për te kufive tanë, sepse në një moment që ne menduam që SBA kishte larguar syt nga Ballkani, nga rajoni jon, ne presim që në mos gaboj në qershor Trump ka paralajmëruar një vizitë në Greqi. Generali vjen këtu në Kosovë, pak ditë më parë miratua një tjetër paketë ndihme për Kosovën, ndërkohë që samiti i NATO-s vitin tjetër në Tiranë. Pra kemi shumë gjëra, pra mos është jo vetëm për ne ambasadori. Shqipëria është një pjesë kyçe e strategjisë amerikane në rajon, në Evropë e më gjerë. Është pikë kyçe dhe është pikë kontrolli, ka vetitë veta gjeostrategjike që i shërben njerëzakonisht shumë çdo lloj fuqie të madhe, ndaj dhe ka një përplasje të madhe, ka pasur gjithmonë një përplasje të madhe të fuqive të mëdha për kontrollin e tokave shqiptare, ose të paktën themi për jo kontrollin, edhe kur ishte kontrolli drejt për drejt, për të pasur ndikim brenda tokave shqiptare. Kjo duhet parë edhe në kontekstin më të gjerë gjeostrategjik, në udhëtimin e fundit të presidentit Trump në Kinë, shumë kush e interpretoi si një shenjë dobësie. Presidenti Trump e pranoi Kinën, i hapi derën Kinës në bisedimet midis superfuqive, dhe shumë kush e interpretoi cekazin gjykimin tim si një shenjë dobësie e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Disa janë objektive, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më shteti dominues, Kina ka një ekonomi shumë të zhvilluar, është duke zhvilluar në mënyrë shumë të shpejtë ushtrinë dhe e ka zhvilluar tani më që përveç në ndeceve, në çdo aspekt tjetër ushtarak është barabar ose ka më shumë asete se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës e të tjerë, por Kina gjithashtu përballet me dobësi strukturore, ekonomike, është një ekonomi që varet nga eksportet, ndaj dhe Kina është detyruar të projektojë shumë më tepër fuqi se sa janë të detyruar Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe mbi të gjitha Kina ka nevoja jetike, energjetike, të cilat nuk i plotëson dot brenda, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm i plotësojnë nevojat e tyre, po janë sot për sot shumë pak njerëz e dinë shteti që prodhon më shumë naftë dhe gaz në botë. Për te faktit që ka disa dobësi strukturore edhe ekonomia amerikane dhe në politikën amerikane ka ndasi të mëdha,
nuk janë më të pakta ndasit, edhe në politikën kineze nuk janë më të pakta dobësit, edhe në ekonominë e Kinës, ndaj duhet parë me pak më tepër sofistikim çështja e marrëdhënieve Kinë-Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po sido që të jetë kjo pjesë, kjo është vetëm background-i kur I thon. Për sa na përket ne, se ajo që na intereson është Shqipëria, ne jemi një shtet I vogël që gjithmonë kemi bërë pjesë në diskutimet e ndarjet e zonave të influencës. Por pika e mjaltit që tha Rama, me që bët lidhjen me Kinën. Të lutem mos I vendos këto që them unë në të njëjtën fjalim atë çka thot kryeministri I Shqipërisë, sepse nuk duhet të kem asnjë lloj asociacioni të tillë, asnjë lloj ndërlidhje të tillë. Zoti Rama flet për interesat e Paris Tiranës, zoti Rama ka hallin e mbrojtjes së vjedhjes së vet, vjedhjes së familjarëve të vet, ka hallin e vjedhjes që kanë bërë qeveritarët e vet. Ka hall të mbrojë dhe vjedhjen e Sali Berishës, si duhet edhe Sali Berisha. Ka hall të mbrojë dhe djalin dhe vajzën e Sali Berishës, edhe Ilir Metën, cilin e ka futur në burg për ta thyer. Para ardhjes së generalit, të tre janë rregull, sepse 2 marrëveshje për 7 ditë u përshëndetën sa brenda burgut sa jashtë burgut. Kështu që generali gjen në paqe. Jo vetëm aq, po këtë e kam thënë me kohë dhe më vjen keq që më duhet të bëj beluli në këto çështje, po është një diçka që realisht duhet kuptuar. Paria e Tiranës nuk ka pasur kurrë atë ndasi që duket në media, atë ndasin që ata zihen natën nëpër televizione apo I shajnë gratë njëri tjetrit, shkojnë deri në pikë ku duket sikur përplasja është personale. Këtë ata e kanë teatr, këtë e kanë cirk. Nën Rogoz, ata kanë qenë gjithmonë bashkë, vazhdojnë të jenë gjithmonë bashkë, janë jashtëzakonisht shumë kompakt në përballimin e këtij halli që ju ka rënë, dhe halli që ju ka rënë është që kanë dorëzuar lindën e shtetit, ja kanë dorëzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës drejtësinë, dhe janë duke rezistuar deri në fund. Ka filluar një fushat, ka 2 vjet e gjysmë që ka filluar një fushat jashtëzakonisht shumë e egër kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një fushat mediatike, është një fushat politike, është një fushat ligjore, pra janë përgatitur ligje, të cilat janë bërë gati, janë negociuar midis palëve, dhe ky ashtu quajtur konsensus aktual që ndaloi protestat Molotov hedhse, që ishin cirk fars për këdo që kishte synë ballë, që I bëri miq këta që ziheshin në parlament dhe që hidhnin shashka dhe që hidhnin tymçe dhe që bënin fortin përpara podiumeve. I bëri bashkë ta, gjithë votojnë gjithë bashkë tani, gjetën edhe zgjidhjen për sistemin zgjedhor, ndërkohë që paradoksi është që ne shqiptarëve na jepet një gjell që nuk do ta hanin as qend në një vend të zhvilluar. Pra na thuhet që na u vodhën zgjedhjet, por ne do të bëjmë marrëveshje prapë me ata që I vodhën. Humbëm zgjedhjet, por na I vodhën. Domethënë është një paradoks që nuk ta beson asnjë fëmijë. Megjithatë ne na shërbehet si e vërtetë, dhe ka njerëz që me pasion të thellë e besojnë këtë dhe dalin edhe e mbrojnë publikisht, edhe njerëzit merren me njëri tjetrin, dhe është një gjendje absurde, një marrëzi kolektive që është e pashpjegueshme deri në një pikë, për te faktit që ka një propagandë. Mund të konvergjojnë interesat amerikane me ato shqiptare që të përfitojmë dhe ne nga ato 4 pikat e planit të ambasadorit për të na shpëtuar nga kjo? Varet nga ato çka do të tregoj populli shqiptar si prioritetet veta. Unë mendoj që populli shqiptar duhet ta lërmënjan ose ta largoj, më mirë të themi, këtë pari anti-shqiptare, e cila është duke punuar fort për të ruajtur interesat e veta. Fatkeqësisht, sot nuk kemi asnjë pjesë brenda sistemit politik, asnjë parti, asnjë grupim politik të përfaqësuar, I cili sot mbron interesat e shqiptarëve. Ambasadori, siç e kam thënë në një postim tim në Facebook, vjen për të mbrojtur interesat e Amerikës. Amerika është një vend kyç aleat I shqiptarëve, por Amerika ka interesat e veta. Kushdo që beson që do të vijë ambasadori dhe do të na shpëtojë, kam një kull të madhe që është në Paris, që e kam pronësi që dua t'ja shes për $1 miliard,
nëse duan ta blejnë quhet pullaj fel. Nëse besojnë që do t'i vi ambasadori dhe do t'ju japë në dorë, nuk ka nevojë të shkojnë shumë mbrapa, mjafton të shohin se çfarë ndodhi në vitet 95, 96, 97, kur mbas trazirave që ishin pothuajse vdekje prurëse për kombin shqiptar, pra është gjëja e fundit që duhet ndodhë në Shqipëri, por që në atë kohë me shërbimet greke, me shërbimet serbe, me shërbimet e gjysmës botës u projektuan dhe ndodhen. Mbas asaj, Paria e Tiranës u lejua që të vazhdoj punën, u rikrijuan edhe një herë po të njëjtat struktura dhe vazhdoi vjedhja me emra të tjerë, domethënë, ndoshta pak më serioze me atë fillim, po pastaj degeneroi çdo gjë, pra ndryshoi pushteti, por nuk ndryshoi struktura e pushtetit. Mund të iki një emër dhe njerëzit që kanë urrëtie, se shumica e njerëzve kanë një urrëtie të brendshme, shumë për edhe atyre që e votojnë Edi Ramën, nuk e duan fort, se arroganca, mënyra se si sillet ndaj shqiptarëve, dalja hapur që nuk i do shqiptarët. Njëjta gjë dhe me Sali Berishën, i cili tani më është bërë qesharak në këtë moshë të thyer, dhe të gjithë të tjerët që janë karagjos politik, erdhi iku njëri dhe na e mbushi zemrën me gëzim sepse e hodhëm këtë qelbësirë dhe erdhi një qelbësirë tjetër, nuk ndryshon gjë për shqiptarët nëse nuk ndryshon sistemi. Pra duhet rikonceptuar mënyra se cili është shteti shqiptarëve, kujt i shërben, kush pranohet, cilat janë standardet për të bërë pjesë e shtetit për drejtuar shqiptarët, dhe të gjitha këto duhet të transformohen rrënjësisht, dhe këtë mund ta bëjnë vetëm njerëzit, duke e braktisur një herë për gjithmonë këtë pari kriminale, hajnore dhe anti-shqiptare. Ju e përmendet pak më lart që jemi një pikë e rëndësishme edhe e një strategjike edhe aleancë, sepse jo vetëm me aeroportin në Kuçov, por edhe me Porto Romanon, që edhe generali e përmendi në pikat që shpalosi përpara Senatit. Që do thotë, edhe kjo është një vëmendje, pra ka qenë i mirë informuar për gjithçka se çfarë ndodh këtu. Po, shikoni Dylber, në ato nivele, sidomos në qeveri serioze, mos të keni asnjë dyshim që askush nuk është i pa informuar mbi faktet, domethënë, ose mbi objektivat, ose mbi atë çka ju është premtuar. Sigurisht që jemi në një luftë botërore, sigurisht që jemi në një përplasje të madhe midis fuqive, sigurisht që jemi në ngjizjen e mekanizmave që do të qeverisin botën e re, po themi, ose sistemin e ri botëror. Të lufta ka filluar që ka një përplasje të madhe, as që diskutohet, që kjo përplasje do të na nxjerrë në një sistem të ri ndërkombëtar me lojtar me pozicione të reja. Kjo as që diskutohet, siç shihet Evropa tani më është anashkaluar si lojtar kryesor në sistem, pavarësisht se mbetet lojtar i madh dhe i fuqishëm, është anashkaluar si lojtar kryesor. Folëm për rritin e Kinës, kemi një ripozicionim të rajoneve kyçe geostrategjike, lindja e mesme po ripozicionohet. Irani deri tani ka fituar paktën në letër mundësinë për të thënë që duhet të jetë njëri nga lojtarët që duhet të pyetet për zgjidhjen e çështjeve. Sidomos nëse finalizohet, siç mendoj se do të bëhet, marrëveshja me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo krijon dinamika të tjera brenda gjirit persik dhe vendeve të gjirit. Kemi dualitetin për hegemoni rajonale Turqi-Izrael, e shumë gjëra të tjera. Pra, në këtë periudhë jashtëzakonisht shumë të trazuar, në këtë periudhë po themi lufte, ndonë se nuk është shpallur, ndonë se nuk është aq kinetike në gjithë botën, po kemi luftë në Evropë, e cila vazhdon për disa vitesh në Ukrainë. Megjithatë, në çdo rast objektivat janë të qarta. Roli që luan Shqipëria në strategjinë e Shtetet Bashkuara është i qartë. Vetëm të papërgatitur jemi ne shqiptarët, për shkak se kemi
një shtet që punon për interesat e një grupi të vogël njerëzish dhe jo për interesat e shqiptarëve si popull. Është një shtet që dhe këtu përfshi jo vetëm qeverinë që ka fajin kryesor, po edhe opozitën, që i bën shqiptarët që t'ikin, që nuk krijon kushte, që po mundohet t'i mbush qytetet shqiptare që braktisën nga shqiptarët me Bangladesh ose me Nepalez, që e ka strategji bjerrjen e arsimit, që e ka strategji degenerimin e shoqërisë, që e ka strategji mbajtjen e popullit në cirk. Edhe një ligj që thuajt mund marrin edhe tokë pronë për 99 vite apo mund ta blejnë, kështu që për ta mbyllur sa aty doja të dilja. Nuk më habit prapë, duke qenë ky konteksti, nuk më habit fakti që Paria e Tiranës i ka premtuar se këtu filloi, kjo ishte pyetja, Porto Romanon, pra Paria e Tiranës premton çdo gjë, kanë të gatshëm të premtojnë çdo gjë, sepse nuk kanë asnjë lloj ndjesie kombëtare, nuk kanë asnjë lloj ndjenje të ruajtjes së kombëtares. Këtyre ju duhet vetëm ruajtja e privilegjeve që kanë vënë vetë. Për sa kohë që këta mbërrin me qenë pushtet, ndaj dhe kështu e kanë luajtur lojën që nga fillimi deri më sot. Ata e kanë shitur disa herë Shqipërinë, dhe nuk flas për qeverisjen aktuale, flas për qeveriset më parme, kanë firmosur shkresa të jashtëzakonshme vetëm për të ruajtur atë çifligun e tyre brenda shtetit shqiptar. Ky është problemi që kemi ne shqiptarët sot, në gjykimin tim. Në vend që të flitej për një Shqipëri e cila synonte bashkimin e tokave shqiptare, që duhet të jetë objektivi strategjik kryesor i çdo lloji qeverie që merr përsipër të drejtojë shqiptarët. Pa asnjë lloj, mund të jesh i majt, mund të jesh i djathtë, mund të vish edhe nga Marsi, se shqyqyr Zotit kanë dalë edhe provat që ekzistojnë alienët. Mund të jesh edhe alien, mund të jesh për të ardhmen e alienëve. Objektivi strategjik kryesor, primar i çështjes shqiptare, i çdo qeverie shqiptare duhet të jetë çështja kombëtare shqiptare, bashkimi i tokave shqiptare, strategjia për këtë, hapat që duhet ndërmerren mund të ndodhë brenda vitit, ose mund të ndodhë për 50 vjet, ose mund të ndodhë për 100 vjet, po duhet kemi të njëjtën strategji që kanë serbët. Serbët e kanë humbur Kosovën një herë për gjithmonë, dhe ende sot në strategjitë e tyre, ata janë të gatshëm që të kenë atë që quhet durimi strategjik. Ata mendojnë që shqiptarët do të marrin një gur dhe do t'i bien kokës dhe do të rikthehen një ditë në Kosovë. Pra nuk ja heqin shtetit serb objektivin e rikthimit në Kosovë. Në të njëjtën mënyrë që është një objektiv i pamërritshëm që ka kryer ajo punë, është mbyllur, por vetëm në qoftë se ne shqiptarët ju a vendosim në pjatë dhe një herë tjetër. Por ky objektiv duhet të ishte e njëjta gjë, duhet të ishte objektivi shqiptar. Shqiptarët duhet kishin vetëm një objektiv strategjik, afatgjatë, që është bashkimi i tokave shqiptare. Si të veprojmë që të bëhet kjo? Ne kemi folur edhe më parë për këtë në bisedat e kaluara, që ndoshta mund t'i propozojë edhe administratës Trump, pra përmes lobimeve të ndryshme, por ky mandat po përfundon, edhe generali që po vjen më shumë është për sigurinë sesa besoj për hapa të tjerë. Unë nuk po them që generali vjen me këtë qëllim, unë po them që ky duhet të jetë, se duhet të jemi qartë, se pastaj bëhen titull dhe njerëzit ngaherë në perspektivë. Njerëzit ngaherë lexojnë vetëm titullin dhe nuk e shohin video, nuk e shohin çfarë është tamam. Unë po them që populli shqiptar duhet të ketë këtë objektiv. Generali vjen edhe një herë për të zgjidhur hallet e Amerikës. Çfarë problemi ka Amerika në Shqipëri? Problemi i Amerikës sot në Shqipëri sipas meje është se është duke penguar Paria e Tiranës. Paria e Tiranës është bërë pengesë. Duke qenë që Paria e Tiranës është bërë pengesë për agjendën amerikane, generali do të vijë dhe do të ushtrojë më shumë trysni ndaj Parisë Tiranës. Këta e kanë kuptuar, janë friksuar, kemi shkrime sa të duash, janë friksuar në kuptimin e tërësor të fjalës, se në fundit kanë ndihen sigurt brenda çiflikut që kanë. Për sa kohë popullin e kanë dele, për sa kohë kanë një popull që i ndjek, për sa kohë që japin anestezi popullit me anë të mediave të kapura, për sa kohë që na luajnë cinglash me ne, ata janë të sigurt, se e dinë që në fundit nuk ka tjetër, e kanë bërë sheshin tjerë. Por kanë frikë sepse e dinë që generali është shumë më tepër se sa një ambasador, paktën për nga eksperjenca, se unë mund ta di se cilat janë objektivat e tij reale, se nuk kam qenë ato mbledhjet, por nga eksperjenca e tij është shumë më tepër se ambasador, ka qenë siç thash një herë drejtor i një shkolle ku kanë marrë instruksione dhe udhëzime dhe shkollim
të gjitha ata që merren me counterinsurgency ose që quhet me shkatrim të sistemeve të brendshme e kështu me radhë. Mundet të ketë edhe fatin e David Kostelançik që ju e përmendët edhe pak më lart edhe që ai kishte bërë një shkrim pak ditë më parë që në fund fare pastaj kur ne gjithë po prisim që po vjen ambasadori, lobigjet e ndryshme apo çfarë ndodh në prapasken e penguan dhe nuk ndolli. Nuk mendoj që është ky rasti. Unë mendoj që ky është që generali do të ketë një proces relativisht të shpejtë. Duhen kuptuar që përtej lobingjeve, përtej gjërave të ndryshme, sistemi amerikan është ndërtuar në një mënyrë të tillë që Senati e ka në dorë të ritmin e ecjes. Dhe Senati amerikan nuk merret vetëm me çështjen e Shqipërisë, merret me dhjetra dhe qindra çështje të tjera. Shumë prej tyre janë çështjet politikës brendshme amerikane ku ka një luftë të fortë. Për shembull, shumë pak njerëz në Shqipëri mund ta dinë që senatorët republikan jo më pak se sa dje, jo më larg se sa dje, u larguan, shkuan herët me pushime, janë pushimet e ditës për kujtimore të dëshmorëve, të hënën që vjen, u larguan e mbyllën këtë sesionin e shkurtë përpara sepse kishin të pakënaqur me një veprim të administratës Trump. Pra, ka shumë dinamika brenda të cilat nuk janë pjesa e asaj që shpjegohet. Jo gjithmonë gjërat janë ashtu siç duken, por në këtë rast, në gjykimin tim, unë mendoj që brenda pranverës do të kemi konfirmimin e generalit dhe generali do të konfirmojë. Grit ju e përmendet pak më lart e situata në Trojetona, e cila nuk ndodhet në momente të mira, kemi trazier në Maqedoninë e Veriut, një situatë një ngërsh politik të tezjatur shumë në Kosovë, në Preshev kemi folur edhe më përpara, vazhdon pavarësisht edhe rezolutës që miratua në Senatin Amerikan pak muaj më parë, problemet vazhdojnë aty. Shihni zgjidhje në Prishtinë dhe në Shkup? Nga pikpamja më e gjerë, siç e dini sepse e kemi diskutuar bashkë këtu, unë jam i mendimit që boshti i shqiptarisë është zhvendosur tani më nga Tirana, që ishte kryeqyteti i vendit am, nga pritej që të vinin të gjitha gjërat më të mira të shqiptarisë, në boshtin Prishtinë, po themi Shkup, se Shkupi është kryeqyteti edhe i Iliridës. Megjithatë duhet të ndalem pak tek protesta e studentëve në Ilirit, që është një protestë jashtëzakonisht shumë e drejtë, që është në një lloj sensi është substanca më e mirë që prodhon populli shqiptar janë ata studentë që përplasen në një regjim albanofob, ta ashtu quajtur të Maqedonisë Veriut, që është një shtet i konstruktuar artificialisht, është ndërtuar artificialisht, përballen me një shtypje të thellë, me mosbarazi, megjithse ka marrëveshje, me gjithë marrëveshjen e Ohrit dhe me gjithë marrëveshjet e botës, ata të ashtu quajturit Maqedonas nuk kanë dëshirë që të bashkëtojnë me shqiptarët, kanë dëshirë të sundojnë shqiptarët, dhe reagimi atyre studentëve për pos kapjes së Paris në Iliri. Kjo është gjë më e rëndësishme. Ata veprojnë për pos kapjes, një pjesë e Paris në Iliri, edhe ata që kanë luftuar janë kapur se kanë zënë rehatin e legëve, kanë zënë rehatin e tendereve, kanë zënë rehatin e bizneseve, kanë bashkëpunuar me të ashtu quajturit Maqedonas dhe me regjimin e tyre albanofob. Për arsyet veta meskine të vogla. Studentët përfaqësojnë atë çka është më e mira, studentët në Ilirit flas, atë çka është më e mira e kombit shqiptar. Ata duhet të jenë ylli polar. Nëse shqiptarët në Shqipërinë londineze, në Trungun Am, duan të shohin, duhet të kenë dikë si etalon, si yll, si shembull, duhet të jenë ata studentë. Ata studentë që përballen pa frikë, ata studentë që nuk lejojnë Karagjoz t'u marrin protestën nga dora. Ishte një Karagjoz atje që e nxori veten përpara kamerës, ka shumë në protesta të tilla ka shumë përpjekje Karagjozësh dhe legendësh politik edhe jo politik, që dalin në krye për të marrë një famën e 15 minutat e famës momentit. Nuk lejuan kënd që t'u marrë protestën, janë duke u sjellë në mënyrën
më shqiptare të mundshme. Ndaj, ata meritojnë falenderimin kombëtar, sepse po luftojnë për gjuhën shqipe, po luftojnë për një të drejtë që nuk ka nevojë as për ligj. Ligjet ekzistojnë. Thjesht, ashtu quhet drejt Maqedonas, nuk duan që të bashkëjetojnë me shqiptarët kur shqiptarët kanë të drejta të barabarta. Ky është fakti. Të gjitha përpjekjet e tjera e kanë treguar veten që nuk janë të frytshme, sepse fatkeqësisht maqedonasit nuk i duan shqiptarët. Është një problem i tyre, është një problem që ata herë tregojnë haptas dhe herë tregojnë në mënyra të tjera. Mund vazhdoj kjo bashkëjetesë në këtë çift? Kjo mbetet për të parë, varet nga shumë çka, siç dihet, popujt e vegjël nuk i kanë fatet e veta në dorë, por unë aty shoh një farë jashtëzakonisht shumë të shëndetshme të shqiptarisë dhe uroj jashtëzakonisht shumë që të mos kapet, të mos prishet, që të mos alejojë veten që të infiltrohet nga njerëz të tjerë, nga parti, nga grupime të ndryshme, po që të jetë një bazë e shëndetshme e veprimit politik në Iliri. Sigurisht që përreth Iliritës gjërat nuk janë më mirë. Në Kosovë fatkeqësisht kemi një situatë politike e cila nuk mund të vazhdojë kështu, një situatë e dëmshme për interesat tona, zgjedhjet e her pas hershme nuk nxjerrin gjë në dritë, raportet e forcës tani më populli i ka vendosur, 2% më shumë, 2% më pak, dihet se kush janë raportet e forcës, por gjë më e rëndë që po ndodh sot në Kosovë përtej problemeve politike të brendshme, të cilat deri diku janë duke u zgjidhur demokratikisht deri më sot, është fakti që kemi ende në paraburgim në një gjykatë jashtëzakonisht jo legjitime, në një gjykatë që faktet i ka marrë nga Serbia, kemi komandantët e UÇK-s janë në Hag. Dhe askush, në vend që debatit ishte, a mundemi që të vendosim kushtëzim për çdo veprim të huaj në bazë të komandantëve, ky duhet ishte debati, se ndoshta nuk është çështje që duhet debatuar, është çështje që përpara se ne të flisim interesi i Kosovës, një moment, interesi i Kosovës është gjithsesi mbi interesin e individëve. Pra, me gjithë padrejtësinë, nëse i prishë interesi i Kosovës nuk duhej vënd kushtëzimi, po duhet ishte ky debati. Çfarë duhet bëjmë, si duhet sillemi që kjo situatë mos vazhdojë. Në Kosovë debati është për midis njërës ish presidente dhe njëri kryeministri që mendon se është bërë babai i Kosovës. Është një situatë absurde, është një gur i madh që ne shqiptarët marrim dhe i biem kokës, po mbillen, nuk është që po mbillen në fakt, po ujiten ndasit thella në Kosovë midis qytetit të fshatit, midis kombëtares dhe ishtitistes. Pra ka shumë procese të ushqyera nga interesa jo shqiptare, të cilat po manifestohen në Kosovë dhe kjo është jashtëzakonisht fort e dëmshme. Unë uroj që në zgjedhjet e ardhshme të kemi më në fund një stabilizim të çështjeve, të duket qartë cilat janë raportet e forcës dhe të ndërtohet një qeveri e përbashkët në Kosovë derisa të jepet fund çështjes së statusit, derisa të zgjidhen gjitha çështjet me Serbinë. Kosova duhet qeveriset, me qeverit përbashkëta, duhet ndaj pushtet, duhet që interesi kombëtar, interesi i shqiptarëve, se interesi i Kosovës nuk është thjesht për Kosovën. UÇK-ja nuk ka luftuar që të çlirohet Kosova, ne kemi të qartë në këtë. UÇK-ja ka luftuar të bashkohen trojët shqiptare. Për këtë janë betuar ata ushtarët. Pra kushdo që e tradhton këtë betim është duke tradhtuar UÇK-n, është duke tradhtuar kauzën e UÇK-s. Ndaj dhe Kosova sot duhet ketë një qeveri stabil, një qeveri që të lidh marrëdhëniet jashtëzakonisht shumë të ngushta politike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe të mos ta lërë veten në pozitë dytësore. Duhet një qeveri e cila ta kuptoj se shqiptarët duhet qeverisin bashkë, sidomos në këtë moment, sepse çdo fitore e ashtu quajtur politike, e cila vjen në dëm të interesave shqiptare, nuk ka për t'i çuar larg. Përkundrazi, është duke i çuar drejt një gremine që mund t'i cilësoj edhe si përçues të anti-shqiptarisë nëse e çojnë deri në fund. Unë uroj
fort shumë që jo, dhe kam besim tek meçuria e popullit të Kosovës, sepse edhe në vetvendosje, edhe tek prahu i luftës ka njerëz të cilët e duan shqiptarinë. Dhe jam i bindur që në fund një lloj arsye do të triumfojë, ose të paktën i them vetes që ndoshta një lloj arsye duhet të triumfojë. Grit, të lutem për ta mbyllur mjet mendimin tuaj edhe për raportet me Greqinë, sepse në javët e fundit ne kemi pas disa zhvillime. Edhe ambasadorja amerikane në Athinë ka bërë vizita të shpeshta në Tiranë, kishim një marrëveshje të firmosur. Jo, Greqia nyje për gazin amerikan, do kalojë më pas nga Shqipëria. Të hënën vjen ministri i mbrojtjes grek Dendias në Tiranë. Sipas mediave greke rihapet një çështja për kufirin detar. Ai vjen për të ushtruar presion që edhe pala shqiptare ta formalizoj kërkesën për ta çuar në Hag. Çështjet e vjetra që mbeten pezu, sigurisht në këto kohë edhe kemi parë mjaft aktivitete edhe për ta ashtu quajturin Vorjo e Pirë, pra pretendime territoriale e të tjera. Pra si e shikoni gjithë këtë? Paria e Tiranës sillet si vasale e Greqisë. Dhe jo vetëm kjo qeveri, që ka lidhje të thella, se duhet gazetarët nëse duan të pyesin ose të shohin, dhe të shohin se kushëri i kujt qeveritari shqiptar është zoti Dendias. Se mund të dali që është kushëri me ndonjërin. E dim që është nga jugu me origjinë, po kushëri? Gazetarët duhet ta hetojnë. Kemi gazetar investigativ me kile në për Tiranë, po ata varen nga prokurorët veçantë ose nga SPAK ose nga policia për t'i marrin ato informacionet për që i servirin popullit. Të merren me këto çështje që janë më të thella. Le të shkojnë dhe të bëjnë vërtet gazetari investigative ose hetuese, siç duhet thënë shqip, po. Ne flasim gjysmë anglisht. Do ministrin. Le ta hetojnë, se ndoshta dalin disa lidhje. Po kjo është thjesht, domethënë, deri në nivelin gazetaresk të diskutimit. Në nivelin më serioz të diskutimit, duhet thënë që Paria e Tiranës sillet si vasale ndaj Greqisë. Agjenda greke është shumë e thellë se sa aq, shumë e thellë se sa marrja e ujrave litar. Agjenda greke në Shqipëri është coktimi i jugut të Shqipërisë, ndarja me anë të shpopullimit të zonave të caktuara, krijimi i të ashtu quajturës krahin vllahe brenda Shqipërisë dhe afërsia dhe pastaj gjithë këta njerëz që merren me këto punë janë gjithë paguar nga Greqia, nuk përfaqësojnë popullatën, as popullatën të cilës i përkasin, flas, domethënë nuk është që por këta janë gjithë të përfaqësuar, gjithë të blerë dhe të shitur disa herë. Në Shqipëri kemi, pra ndaj nuk më habit mua fakti që rigjallërohen të maskarallëqet, të poshtërsirat e vogla për të ashtu quajturit Vorjo e Pirë, që nuk ekziston, që është një sajesë e madhe. Ne nuk kemi një shtet shqiptar që të mbrojë interesat tona, sepse që Greqia i bën këto punë është pjesë e interesit grek. Greqia këtë punë do të bëjë, mos prisni ju që Greqia të vjedhë të ndihmojë shqiptarët, që këtë punë ka bërë gjithmonë. Diku nga fundi viteve 90 ishte një person që njihet sot në Tiranë që shkonte me çanta dhe merrte çantat me euro në atë kohë. Nuk e di ishin euro apo drahmisës, më kujtohet. Tamam, po ishin çantat që vinin dhe i jepeshin ministrave dhe funksionarëve të lartë në Tiranë. Kështu që shteti shqiptar është në funksion, ju është dhënë telefonia, ju është dhënë gjatë viteve, ju është dhënë sistemi bankar dytësor, gjatë viteve Greqia ka kontrolluar me shumë leva Shqipërinë. Problemi është që ne nuk kemi shtet që të na mbrojnë, ne nuk kemi shtet që të bëjë gjërat e duhura. Ne nuk kemi një shtet që të vendos barrierat e duhura. Ne nuk kemi një shtet që të përfaqësojë Shqipërinë aty ku duhet, siç duhet brenda fuqive tona. Për shembull, ne nuk kemi një shtet që t'i kërkojë Greqisë njohjen e minoriteteve etnike. As të arvanitasve, as të tokave shqiptare, domethënë të pronave shqiptare në Greqinë aktuale, që janë çamët. Fatkeqësisht edhe partitë çame merren me hallet personale të kryetarëve, pra çështjen e çamërisë kanë pak si dytësore,
por çamat në Shqipëri janë realisht një popullat e cila është e diskriminuar sepse nuk ju jepet e drejta e pronës nga një vend i Bashkimit Evropian. Kemi një bashkësi arvanitase që është pjesë thelbësore e Greqisë, që ende sot flitet shqip. Greqia nuk i njeh si minoritet, është i vetmi vend në Evropë që është etnikisht i pastër. Pra Greqia sillet si një vend hitlerian që ka spastruar çdo kënd, të gjithë janë grek që vinë nga koha e Platonit. Në fakt s'kan asnjë lidhje me kohën e Platonit. Tani po kërkon duket që edhe 200.000 shqiptarë me dokumenta që janë atje ti prezantoj si minoritet grek. Besoj e keni dëgjuar. Pra, Greqia këtë lloj veprimtarie e zhvillon, e ka pjesë të strategjisë së vet kombëtare. Dhe është pjesë e tyre, ata shohin interesat e veta. Ne shqiptarëve kush na mbron? Interesat tona kush i mbron? Askush. Ne kemi lëshuar fisja, kam folur para disa vitesh, para shumë vitesh në fakt, me një ushtarak i cili më pa thënë që në një moment shkëmbimi zjarri me Greqinë, deri në Elbasan nuk ka asnjë kazermë të ushtrisë shqiptare. Si që, pra, ne kemi shkatruar ushtrinë. Dhe tani sfundmi mirë në ato fillime se mund të thuaj që nuk e kuptonim se ishte botë e paqë në atë kohë dhe nuk e kuptonim rëndësinë e armatimeve që kishin mbetur. Ne deri tani në fund i kemi shitur municion Ukrainës. Që duke që lufta botërore ishte në prag, që kishte filluar, që situata po acaroheshin, spaku ishte vendosur, pra kemi vazhduar të shkatërrojmë çdo lloj kapaciteti të brendshëm që kemi dhe të kthejmë në tenderizim çdo gjë që ka të bëjë me shtetin, sepse paria e Tiranës, siç e kam thënë shpesh herë, ka vetëm një objektiv: pasurimin, këta janë të pangopshëm. Përpara parisë së Tiranës do të turpërohej dhe Harpagoni i Molierit. Mbyllje më mirë se kaq me këtë fjalinë e fundit, nuk mund të kishte gridhur, të falenderoj shumë për këtë vështrimin tënd, për gjitha çështjet që trajtuam, jam mirënjohës shumë. Të falenderit. Faleminderit juve. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë.